Mirëditë dhe dashur miq, jemi përsëri në studion tonë televizive. Sot, ndryshe nga ditët e tjera, kam përzgjedhur të bëj një pjatë shumë të thjeshtë, shumë praktike që çdo kush nga ju mund ta bëjë edhe në shtëpitë tuaja, përpura me salcën limoni. Për më tepër na ndiqni si ta realizojmë këtë pjatë. Në fillim të bëjmë pastrimin e kërpudhave. Ingredientet janë shumë të thjeshtë, shumë bazik, që do na duhet kërpudhat, që janë pjesa bazike e kësaj pjate. Më pas ne mund ta kombinojmë sipas dëshirës tonë dhe shijeve nga më të ndryshmet, por ne e kemi zgjedhur që ta bëjmë me pak selino, me pak rrep të kuq, me pak verë të bardhë, lëng limoni edhe majonez. Si fillim bëjmë pastrimin e kërpudhave, që është pjesa bazike e saj, dhe më pas ngadalë ngadalë shkojmë tek përgatitja e pjatës sonë. Siç e thash, është një pjatë shumë e thjeshtë dhe çdo kush nga ju mund ta gatuajë në shtëpitë tona, sepse ka një shkallëvështirësie më të lehtë, edhe është shumë praktike, edhe komode. Tashmë të gjithë mund të konsumojmë kërpudhat, fare thjesht, edhe mund t'i gatuajmë ato, pa asnjë lloj vështirësie. Kërpudhat në këtë rast ne do i presim trash kubike të mëdha, për vetëm në arsye që të kemi sa më shumë lëng në përgatitjen e pjatës. Okej, nëse rezim vatër, ulim pak temperaturën, hedhim pak vaj ulliri, edhe siç është rregulli i kuzhinës, gjithmonë fillojmë nga ingredientët pak më të fortë tek ato më të lehtë. Ku në të rast ne kemi kërpudha është shumë delikate, sepse ka ordisë shumë shpejt, do ta shikojmë edhe praktikisht. Atë mund ta ordisën shumë lehtë dhe pa asnjë lloj shkallë vështirësie, ama do të kemi kujdes me ingredientet e tjerë, siç është selinoja dhe rrepa. Në fillim shohim temperaturën e tiganit, që shohim anë të duarve, që është nxehur apo jo. Më pas hedhim pak selino, i cili kemi përzier, japim një kaordisje shumë të lehtë. Ingredientet janë pafund që ne mund të zgjedhim për gatimin e kësaj pjate, por ne në këtë rast kemi zgjedhur selinon, japim një kaordisje shumë të lehtë, shumë pak. Më pas hedhim pak fare rrep të kuqe. Ne mund ta gatuajmë edhe thjesht të marinuar rrepë, mund ta përdorim në formë dekorative të pjatës, por në këtë rast kam përzgjedhur që ta kombinojmë me kërpudhën. Po të shikojmë, dhe japim një kaordisje shumë të lehtë, sa të zbutet paksa, dhe më pas hedhim atë që kemi më delikate, kërpudhën. Voilà. Opa, jemi gati, po të shikojmë në vëmendje, selinoja tu është gati e skuqur, dhe hedhim dhe kërpudhën. 2 kërpudha dhe 3 është nëse mjaftueshme për një porcion. Do të jam një kaordisje të lehtë. Po ta shikojmë me vëmendje. Tu tani kërpudha e ka thithur të gjithë yndyrën që kishin në tigan, sepse ajo është si sfungjer dhe ka aftësi thithëse. Por ne do të kemi kujdes që mos të shtojmë yndyrë her pas here, për vetëm në arsye se kërpudha është shumë delikate dhe thith yndyrë pafund. Por aty yndyrë që ajo thith, pastaj lëshon në përfundimin e pjatës. Kështu që do të kemi kujdes. Japim një kaordisje gjithashtu të lehtë edhe kësaj. Opa, shtojmë pak fuqinë. Dhe jemi gati në mesin e pjatës tonë. Siç u thash pak më parë, kjo është një pjatë shumë praktike. Ingredientët, nuk është thonë, mund të hedhim selinon dhe finoku. Ne mund ta bëjmë sipas perimeve që ne kemi dëshirë, por në këtë rast kemi zgjedhur këto 2 ingredientë që mua personalisht më pëlqejnë. Edhe kombinohem mjaft mirë me kërpudhën.
Po ta shikojmë tani është gati, është ka urdisur edhe kërpurdha, ka marrë një ngjyrë të lehtë, shumë pak siç kam pak më parë. Më pas e shuhem me verë të bardhë. Dhe pasi avullon vera, në këtë moment shtojmë pak krip. Më pas pak të tërë. Që të marrë shije, majdanoz. Dhe në momentin që shikojmë që vera ka avulluar, do t'i shtojmë lëngun e limonit. Tashmë kërpurdha e ka thithur shijen e verës, edhe jemi gati në përfundimin e pjatës. Edhe jedhem pak fare lëm limoni. Limoni është shumë acid të ras, kështu që do na duhet shumë pak sasi për përgatimin e kësaj pjate. Opa. Ja ku kemi tashmë një pjatë gati të përfunduar. Me shumë pak ingredientë, ndërkohë marrim edhe ndaj ndërkohë të vockën fare që mund ta përdori deri në përfundimin e pjatës. Opa. Gjithashtu mund vendosim një rrep holl përsëri, cilë kemi për holl fare. Dhe më pas kemi gati, se tashmë edhe pjata është në përfundim të saj. Kemi aroma, kemi shije, edhe një pjatë e cila bëhet jashtëzakonisht shumë shpejt, kur mund ta bëjë çdo kush në shumë pak kohë, duke qenë se të gjithë njerëzit sot kohën e kanë të kufizuar, dhe mund ta bëjnë shumë thjesht dhe shumë praktike, pa asnjë lloj shkallë vështirësie. Dekorin pastaj mund ta bëjmë sipas dëshirës tonë, siç ne kemi dëshirë. Opa. 1, 2, shohim dhe tiganin që kemi gati. Tashmë ka shëruar plotësisht. Edhe hedhim tek pjata që kemi përgatitur. Voilà. Shumë thjesht, shumë praktike. Një vendosim ndonjë dekor sipas qefit tonë, siç ta kemi në dëshirë, pa e komplikuar, pa e ngarkuar fare thjesht, ndonjë dekopër në këtë rast. Çfarë ne na gjendë në shtëpi tona, nuk kurse ka një rregull fiks. Por sa më thjesht, fine edhe bukur. Sa më praktike që të jetë pjata. Ja, jemi gati në përfundimin e saj. Edhe mund të vendosim gjithashtu edhe pak fare limon që e kemi si për shije, kuptohet edhe për kolor. Opa. Këto që kemi, këtu. Tëre. Tashmë pjata jonë është gati. Ja pra të dashur teleshikues, një pjatë shumë e thjeshtë, shumë praktike, shumë fine që mund ta bëni fare mirë edhe ju në shtëpitë tuaja, në shumë pak kohë. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tonë, ju dekoj që do kemi përsëri pjata të tjera. Deri atëherë, kalofshit mirë dhe mirupafshim.